Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku u takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë ka uruar besimtarët musliman me rastin e Kurban Bajramit, duke përcjellë mesazhe paqeje, harmonie fetare dhe kujdesi për njerëzit në nevojë. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë uroi të gjithë besimtarët musliman dhe shqiptarët kudo që ndodhen, duke e cilësuar këtë festë si një moment reflektimi shpirtëror, sakrifice dhe afrimi me Zotin. Gjatë mesazhit të mbajtur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku mijëra besimtar morën pjesë në faljen e namazit të Bajramit, ai theksoi se Kurban Bajrami mbart vlera të thella njerëzore dhe fetare, duke kujtuar shembullin e profetit Ibrahim dhe besimin e tij të palkundur ndaj Zotit. Sipas tij, kjo festë i fton njerëzit të largohen nga urrëtia, egoizmi dhe indiferenca, duke ndërtuar më shumë mirëkuptim, dashuri dhe solidaritet mes njëri tjetrit. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë vendosi theks të veçantë edhe te kujdesi ndaj familjeve në nevojë, të moshuarve, jetimëve dhe personave që përballen me vështirësi ekonomike apo probleme shëndetësore. Ai apeloi që atmosfera e festës të shoqërohet me ndihmë konkrete dhe mbështetje për ata që kanë më shumë nevojë. Në fjalën e tij, ai u shpreh se vlerat e Kurban Bajramit nuk maten me pasurinë materiale, por me mirësinë, humanizmin dhe dashurinë që njerëzit ndajnë me njëri tjetrit. Një vizitë tek prindërit, një fjalë mirë apo një gest solidariteti sipas tij janë elementët që forcojnë lidhjet njerëzore dhe harmoninë në shoqëri. Ai ndaloi gjithashtu tek bashkëjetesa fetare në Shqipëri, duke e cilësuar harmoninë ndërfetare si një nga vlerat më të çmuara të vendit. Sipas tij, bashkëjetesa mes besimeve të ndryshme është një trashëgimi që duhet ruajtur dhe përcjell me krenari brez pas brezi. Në mesazhin e tij, kreu i komunitetit musliman foli edhe për sfidat që po kalon bota, si luftërat, varfëria dhe krizat shpirtërore, duke theksuar se besimtari duhet të mbetet gjithmonë në anën e paqes, shpresës dhe mirësisë. Në përfundim, ai uroi që Kurban Bajrami të sjellë më shumë paqe, begati dhe harmoni në familjet shqiptare, ndërsa përcolli urime të veçanta edhe për besimtarët shqiptar që ndodhen në Mekë dhe Medinë për kryerjen e ritualit të haxhit. Së pari dua të them që gëzuar gjithë shqiptarëve këtë ditë të bukur, ditë feste, dita e Kurban Bajramit, dita e solidaritetit dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit. Kjo festë këtë simbolizon. Dhe feja jonë islame gjithmonë na mëson që të jemi pranë njerëzve në nevojë dhe të lëmë me një anë gjitha gjërat e këqija dhe të orientohemi ke e mira, ke e bukura, ta duam njëri tjetrin për hatër të Zotit, për hir të Zotit, dhe të bëjmë punë të mira për shoqërinë tonë, për vendin tonë, për rininë tonë, e cila është e ardhmja jonë. Kurban Bajrami simbolizon profetin e madh, siç është Ibrahimi a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, kur u sprovuan nga Zoti, që Zoti donte të vendosë një normë njerëzore, solidaritetin. Ai u sprovua me djalin e tij që do ta therte për kurban, por Zoti nuk dëshiron që të thehet njeriu, përkundrazi, dëshironte që Zoti të vendosë një rregull që njerëzit të hapin zemrat e tyre, të zgjatin duart e tyre dhe të zgjerojnë shpirtin e tyre për të ndihmuar njerëzit në nevojë dhe në përgjithësi. Krerët e politikës shqiptare kanë përcjellë mesazhe urimi me rastin e festës së Kurban Bajramit. Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta dhe Tedi Blushi kanë uruar besimtarët musliman duke përcjellë mesazhe paqeje, sakrifice dhe solidariteti. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka përcjellë urimet e tij për besimtarët musliman dhe të gjithë shqiptarët, duke vlerësuar rëndësinë e sakrificës, besimit dhe përkushtimit ndaj familjes dhe vendit. Gjatë vizitës së zhvilluar në ambientet e komunitetit musliman të Shqipërisë, Berisha e cilësoi Kurban Bajramin si një ditë që simbolizon sakrificën dhe frymëzon vlerat mbi të cilat ndërtohet çdo gjë e mirë në historinë e njerëzimit. Në mesazhin e tij, ai uroi jo vetëm besimtarët musliman, por edhe të gjithë qytetarët që, sipas tij, sakrifikojnë për familjen, për besimin tek Zoti dhe për të mirën e vendit. Të gjithë besimtarëve, musliman shqiptar, por dhe të gjithë shqiptarëve që sakrifikojnë për të mirën e tyre, familjes, që sakrifikojnë për besimin tek Zoti dhe tek vendi, i uroj gëzuar këtë ditë që simbolizon, frymëzon sakrificën, mbi të cilën ndërtohet gjithçka e mirë në tërë historinë e njerëzimit. Të gjithë besimtarëve musliman shqiptar, por dhe të gjithë shqiptarëve që sakrifikojnë për të mirën e tyre, familjes, që sakrifikojnë për besimin tek Zoti dhe tek vendi, i uroj gëzuar këtë ditë.
Ditë që simbolizon, frymëzon sakrificën mbi të cilën ndërtohet gjithçka e mirë në tërë historinë e njerëzimit. Ndërkohë, urim për festën e Kurban Bayramit ka përcjell edhe kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale. Në një video të publikuar në Facebook, Rama uroi besimtarët musliman me mesazhin: "Ditë e bekuar, natë e ndritshme. Gëzuar Kurban Bayramin." Mesazh urimi ka ardhur edhe nga presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale uroi më shumë mirësi, paqe, lumturi dhe begati në familjet shqiptare. Meta theksoi rëndësinë e sakrificës dhe përkushtimit ndaj të mirës së përbashkët, ndërsa u shpreh se Kurban Bayrami kujton vlerat e devotshmërisë, mëshirës dhe solidaritetit mes njerëzve. Në mesazhin e tij, ai solli edhe një citim nga Kurani, ku thuhet se tek Zoti nuk arrin mishi apo gjaku i kurbanit, por devotshmëria e besimtarve. Urim për festën përcolli edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, i cili uroi besimtarët musliman për më shumë paqe, harmoni dhe mirësi në familjet e tyre. Festën e Kurban Bayramit, sa më shumë shëndet, begati, lumturi, dashuri dhe paqe në çdo familje. E rëndësishme është të theksohet se mesazhi kryesor i kësaj feste është sakrifica dhe besoj se ky mesazh duhet të na udhëheqë. Mira besimtar musliman në Kosovë kremtuan festën e Kurban Bayramit me ceremoninë qendrore të faljes në Prishtinë, ku përcollën mesazhe për solidaritet, harmoni, paqe dhe më shumë përgjegjësi institucionale. Besimtarët musliman në Kosovë po kremtojnë sot festën e Kurban Bayramit, një nga festat më të rëndësishme islame, që simbolizon sakrificën, devotshmërinë ndaj Zotit, si edhe solidaritetin dhe humanizmin mes njerëzve. Ceremonia qendrore e faljes së namazit të Bayramit u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë, ku morën pjesë mijëra besimtarë. Programi nisi me faljen e namazit të sabahut, të udhëhequr nga kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prishtinës, Hetem Efendi Sopjani. Më pas, kryeimami i Skënderajt, Arbnor Efendi Sinani, theksoi rëndësinë shpirtërore të kësaj feste dhe shembullin e profetit Ibrahim për besim dhe sakrificë. Ditë ku fytyrat e besimtarëve janë të vëzuara e të buzëqeshura. Në anën tjetër, kjo ditë dojmës na kthen tek figura e ndritshme e profetit Ibrahim a.s. i cili tregoi një besim të palëkundur, një sakrificë shembullore se si duhet të jetë raporti mes njeriut dhe Zotit dhe raporti mes njeriut dhe njerëzve të tjerë. Pyetben qendrore të festës e mbajti muftiu i Kosovës, Naim Tërnava, i cili përcolli mesazhe për paqe, unitet dhe solidaritet. Sot në këtë mëngjes të bukur të kësaj dite madhështore, miliona besimtarë nga të gjitha anët e botës janë mbledhur në tokën e bekuar të Mekës, duke u përgjigjur thirrjes së përjetshme të Ibrahimit a.s. për të dëshmuar unitetin, barazinë dhe devotshmërinë e shoqërisë islame. Në mesin e tyre gjenden edhe haxhin nga Kosova, të cilët edhe sot pranë Çabës luten për paqe, falje, mëshirë dhe mirëqenie për popullin ton dhe për mbar njerëzimin. Prandaj në këtë ditë të madhe, le të pastrojmë zemrat tona nga urrëtia, përçarja dhe egoizmi. Le të forcojmë lidhjet familjare e shoqërore, le të ndihmojmë nevojtarët dhe le të bëhemi njerëz të paqes, të dijes dhe të përgjegjësisë. Ai bëri thirrje për më shumë mirëkuptim dhe largim nga urrëtia, përçarja dhe egoizmi, duke theksuar nevojën për forcimin e lidhjeve familjare dhe ndihmën ndaj njerëzve në nevojë. Në mesazhin e tij, muftiu i Kosovës ndaloi edhe tek zhvillimet politike në vend, duke apeluar për më shumë bashkëpunim institucional dhe unitet politik në funksion të interesit të qytetarëve dhe të rinjve. Për të ndërtuar këto ide të larta, vendi ynë ka nevojë përveç stabilitetit ekonomik dhe politik, edhe për institucione funksionale dhe përgjegjësi shtetërore. Fatkeqësisht, interesat e ngushta grupore dhe përplasjet e pafundme politike të partive tona kanë lodhur qytetarët tanë dhe kanë krijuar pasiguri për të ardhmen. Mbajtja e zgjedhjeve të njëpasnjëshme, mungesa e unitetit institucional dhe polarizimi politik nuk i shërbejnë Kosovës, por dobësojnë besimin qytetar dhe zbehin shpresën e brezit të ri.
Pas faljes së namazit të Bajramit ka nisur edhe therrja e kurbanëve, si simbol i sakrificës dhe afrimitetit me Zotin. Bashkësia Islame e Kosovës ka organizuar edhe këtë vit therrjen e përbashkët të kurbanëve, ku mijëra qytetar janë përfshirë në organizim. Porositë për kurban mund të bëhen gjatë gjithë ditëve të festës në xhamit në të gjithë territorin e Kosovës, si edhe përmes platformave online të Bashkësisë Islame. Qindra besimtar musliman janë mbledhur në sheshin kryesor të qytetit të Kavajës për faljen e namazit të Kurban Bajramit, duke kremtuar festën me lutje, paqe dhe mesazhe solidariteti. Qindra besimtar musliman në Kavaj kanë falur mëngjesin e sotëm namazin e Kurban Bajramit në sheshin kryesor të qytetit, duke kremtuar një nga festat më të rëndësishme të besimit islam në një atmosferë paqeje dhe përkushtimi shpirtëror. Besimtarët u mblodhen që në orët e para të mëngjesit për të marrë pjesë në ceremoninë fetare, e cila u shoqërua me lutje dhe mesazhe për më shumë mirësi, harmoni dhe solidaritet mes njerëzve. Gjatë ceremonisë, imami i xhamisë së qytetit Gentian Nela ju drejtua besimtarëve me një mesazh mbi rëndësinë e kësaj dite të shenjtë, duke theksuar vlerën e faljes, lutjes dhe afrimit me Zotin. Ai u shpreh se Kurban Bajrami është një ditë mëshire dhe reflektimi, ku besimtarët kërkojnë falje dhe lutjet e tyre pranohen nga Krijuesi. Në fjalën e tij, imami ndaloi edhe tek rëndësia e besimit, bashkëjetesës dhe harmonisë në shoqëri, ndërsa bëri thirrje për më shumë kujdes ndaj familjeve në nevojë dhe njerëzve që përballen me vështirësi. Bëhuni durimtar të ditës tuaj fort, sepse besimtari i fortë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më i mirë te Zoti se sa besimtari i dobët. Ne të bëjmë halal njëri tjetrit, të gjitha hatërvetet, sepse Allahu azza nuk i pranon veprat tona, përderisa ne kemi konflikte dhe zënka me njëri tjetrin. Zoti na do të bashkuar në këtë besim të pastë islam, larg shejtanit që sjell ngatresat e përçarje. Pas përfundimit të faljes së namazit, besimtarët kanë shkëmbyer urime për festën e Kurban Bajramit, ndërsa shumë familje kanë vijuar traditën e vizitave tek të afërmit dhe ndarjen e mishit të kurbanit me familjet në nevojë, si simbol i solidaritetit dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, Myftinia Kavaj organizoi pritjen tradicionale me drejtues politik dhe përfaqësues të pushtetit vendor, ku përcollën urime, mesazhe besimi dhe thirrje për më shumë përgjegjësi ndaj qytetarëve. Ashtu siç është bërë tashmë tradit në festat e Bajramit, Myftinia e qytetit të Kavajës priti drejtues të politikës lokale dhe përfaqësues të institucioneve vendore në ambientet e xhamisë Kubelie, me rastin e festës së Kurban Bajramit, në hollin e xhamisë u organizua një koktej simbolik, ku drejtuesit e bordit të xhamisë Kubelie, në drejtimin e imamit Gentian Nela, mirëpritën përfaqësues të Partisë Demokratike, drejtues të pushtetit vendor dhe personalitetet të tjera të jetës publike në qytet. Gjatë bisedave në pritjen festive, antarët e bordit të xhamisë u ndalën tek rëndësia e afrimit të institucioneve me qytetarët dhe besimtarët, ndërsa ju drejtuan kryetarit të Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, me kërkesën që në ceremonitë fetare të qëndrojë në radhët e para mes besimtarëve, aty ku, sipas tyre, ai ka festuar që në fëmijëri. Pavarësisht modestisë së tij, insistimi i drejtuesve të xhamisë solli edhe një reagim domethënës nga kryebashkiaku, i cili u shpreh se përtej vlerësimit të qytetarëve për punën dhe qëndrimet e tij, më e rëndësishmja mbetet gjykimi dhe vlerësimi që njeriu merr përpara Zotit. I uroj gjithë besimtarëve musliman gëzuar Kurban Bajramin, paqe, begati dhe harmoni në familjet e tyre. Sot është ditë e sakrificës, ditë e pajtimit, ditë e paqes, e cila nuk ka as krah politik, as krah ndasie, as krahine, as gjithçka. Është besimi në Zot dhe besimi tek njëri tjetri dhe paqe dhe begati i qof çdo qytetarit të Kavajës, në emrin tim si kryetar bashkie. I uroj të gjithëve në familjet e tyre harmoni dhe begati. Vitin tjetër kemi shumë projekte të mira, shumë gjëra të mira për Kavajën. Pothuajse Kavaja do të transformohet totalisht, duke filluar nga pedonalja ku jemi afër qendrës, duke filluar nga hyrja e qytetit, duke filluar në çdo rrugëzë, çdo lagje të qytetit. Pra Bajrami tjetër do i gjej Kavajësit më të gëzuar dhe më të begat dhe një qytet më të bukur. Stadiumi është në fazën finale të përfundimit, kështu që shumë shpejt fillon puna, është në fazë tenderimi, kështu që ato që e kuptojnë, kuptohet që nëse punë ditësh fillon procesi i ndërtimit. Në prononcimin për mediat, Qosja përcolli urimet për festën e Kurban Bajramit për të gjithë qytetarët e Kavajës, ndërsa foli edhe për angazhimet dhe projektet e bashkisë gjatë kësaj periudhe. Pas pritjes simbolike dhe fotove përkujtimore, mediat morën prononcime edhe nga drejtuesit e Partisë Demokratike në qytet.
Urime për festën dhanë edhe 2 kandidatët e garës për drejtimin e degës së Partisë Demokratike në Kavaj, Rudin Hylviu, i zgjedhur vetëm pak ditë më parë, dhe Arta Arkaxhiu, të cilët vlerësuan respektin reciprok dhe qytetarinë e treguar gjatë procesit zgjedhor. Gëzuar për shumë vjet Bajramin gjithë besimtarëve musliman kudo që ndodhen. Gëzuar dhe mbarsinë familjet e juaja. Uroj gjithë besimtarëve musliman kudo që ndodhen, qytetarët e Kavajës si brenda dhe jashtë vendit, uroj nga zemra gëzuar Kurban Bajramin dhe viti tjetër t'ju gjejë dhe më mirë akoma në familjet e juaja. Infrastruktura e vizitave festive vijoi me pritjen e drejtuesve të Partisë Socialiste në qytet, si dhe deputetit dhe kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Gjatë takimit me drejtuesit e bordit të Xhamisë Kubelie, Balla theksoi se Kurban Bajrami është një festë që bashkon njerëzit përmes solidaritetit dhe ndarjes me njëri tjetrin, duke nënvizuar rëndësinë humane dhe shpirtërore të kësaj dite. Në prononcimin për mediat, ai përcolli urimet për besimtarët musliman dhe foli gjithashtu për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe objektivat politike të vendit. Dua t'i uroj të gjithë besimtarëve, jo vetëm të qytetit Kavajës, por të gjithë Shqipërisë. Gëzuar Kurban Bajrami. Një fest e bukur të cilën e festojnë gjithë shqiptarët, pa dallim të besimeve fetare, sepse Kurban Bajrami është një dita e sakrificës. Dhe ky Kurban Bajrami në fakt përkoi edhe me një moment të rëndësishëm për ne shqiptarët, sikurse ishte dita e djeshme në Bruksel, ku jo vetëm që u volos hapja e negociatave, po tani lajmi i mirë është kemi filluar të mbyllim negociatat për tu ecur përpara drejt antarësimit të plot Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pas fotove përkujtuese dhe urimeve festive, vizitat protokollare në ambientet e myftinisë u mbyllën, ndërsa qytetarët vijuan kremtimet e Kurban Bajramit pranë familjeve të tyre. Të nderuar teleshikues, në vim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 28 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell, ndërsa në disa zona malore priten vranësira kalimtare gjatë orëve të pasdites. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe mundësi të ulta për reshje të dobta lokale në relievet malore. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 11 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:11 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 18 deri në 32 gradë Celsius. Kukës, 15 deri në 30 gradë Celsius. Peshkopi, 14 deri në 29 gradë Celsius. Tiranë, 17 deri në 30 gradë Celsius. Durrës, 19 deri në 29 gradë Celsius. Kavaj, 18 deri në 29 gradë Celsius. Elbasan, 16 deri në 32 gradë Celsius. Berat, 19 deri në 33 gradë Celsius. Korç, 12 deri në 27 gradë Celsius. Vlorë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër, 16 deri në 31 gradë Celsius. Sarandë, 19 deri në 30 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 28 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë vranësira më të dukshme në disa zona perëndimore dhe malore. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të
jetë mesatar deri lart rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:01, ndërsa perëndimi rreth orës 20. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 28 gradë Celsius. Podujev 10 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj 11 deri në 28 gradë Celsius. Pej 13 deri në 29 gradë Celsius. Prishtinë 11 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov 14 deri në 29 gradë Celsius. Malishev 13 deri në 29 gradë Celsius. Gjilan 11 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj 11 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik 10 deri në 27 gradë Celsius. Suharek 13 deri në 29 gradë Celsius. Prizren 12 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.